Propozimi mandatarit Albin Kurti për një mandat të ri 4 vjeçar nuk ka marrë për krahjen e nevojshme prej 61 votash në Kuvendin e Kosovës, kështu me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha tha se tani përgjegjësia kalon sërish te presidentja Vjosa Osmani dhe mbylli punimet e seancës së sotshme. Ndërkaq, në prezantim të programit mandatari Albin Kurti tha se nuk ishte arritur marrëveshje me asnjë parti tjetër për bashkëqeverisje. Ai kërkoi votën nga partitë e tjera për të vazhduar qeverisjen e mirë. Në prezantim, ai tregoi edhe emrat e 20 ministrave me të cilët synonte të siguronte shumicën, si dhe 5 vendimet e para që do t'i merrte si qeveri. 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri, që në javën e parë do të jenë: miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionist, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. I mandatuar i ri për kryeministër sërish do t'i kishte 15 ditë për t'i propozuar Kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nga viti 2020, mandatari i dytë për kryeministër mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës. Presidenti shpall zgjedhje të reja nëse qeveria nuk zgjidhet për herë të dytë dhe ato duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes. Deri atëherë, qeveria në detyrë do t'i kryente detyrat e saj.